por kjo sot është puthu me dashin. Edi Rama sot që kishte pronotuar hotele, saltanete dhe bëj gati komunikatat të parafabrikurat na dërgonte nga konferenca më e rëndësishme vjetore e sigurisë në botë, që është konferenca e Munihut, nuk shkoj dot. Ai dhe ekipi i tij nuk u nis dot për Munih, anulloi, batoni me një pjesë të ekipit është në Munih duke e pritur, por Rama thash dhe njëherë, ajo që thot populli puthu me Milon, u bë sot e vërtet, puthu me dashsulën. Ky është një akt për cilin do të shpreh mirënjohjen më të madhe. Të gjitha atyre që i refuzuan takimet narkodiktatorit të Tiranës, të gjitha atyre që i anulluan takimet e pronotuara e fiksuara para vizitës së tij në Bruksel, të gjitha atyre që e bën me qëndrimet e tyre Edi Ramën mish të huaj, trup të huaj, në atë konferencë dhe ja mbyllën dyrë.